Dhe është betej pakthim. Është betej pakthim. Po, lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se në dash është depozituar një letër përmes kompanisë që ju keni kontraktuar edhe para zgjedhjeve, ku bëni një listim të gjitha akuzave apo pretendimeve për parregullsi që ju edhe i keni paraqitur vetë në këtë deklaratë. Pra, nga kjo nisëm në SBA, çfarë realisht pret Partia Demokratike? Asnjë letër nuk është dërguar. Është dërguar, letra është letër, raporti është raport. Është një raport paraprak që është përnda në një numër adresash në Europë dhe në Shtetet Bashkuara. Në Europë dhe në Shtetet Bashkuara, një raport fare paraprak, i cili nuk ka asnjë gjë tjetër përveç këtyre që u them unë këtu, asnjë paragraf, asnjë rrjesh tjetër. Ne po sensibilizojmë komunitetin ndërkombëtar për farsën zgjedhore që ndodhi me 11 maj. Ky është objektivi i punës sonë dhe ne do ja dalim. Ne do ja dalim. Pavarësisht nga rrethanat, po askush nuk mund të shkelmoj parimet themelore të zgjedhjeve të tjera të cilat u shkelen së bashku me vullnetin e qytetarëve shqiptarë në mënyrën më të pamëshirë. Dhe pyetja e dytë, në këtë listim, në këtë raport paraprak që ju e quajtët, pothuajse Urdhë? Në këtë raport paraprak, 80% e materialeve që ne pam këtu janë pothuajse ato që ju keni deklaruar. Vetëse ka një element që ndoshta del për herë të parë, përmendja në këtë raport se dy zëvendës drejtues të shërbimit sekret shqiptar kanë mobilizuar strukturat të ish regjimit komunist në favor të Partisë Socialiste. Kam deklaruar këtu unë. Po kush janë këta dy? A mund t'i kemi dy zëvendësdrejtorët? Të dy zëvendësdrejtorët e kam deklaruar para jushun. Dy zëvendësdrejtorët kanë marrë detyrë, unë mund thosha drejtoresha që ju i dini konsiderat, po jo ajo, s'tem prate. Janë dy zëvendësdrejtorët të cilët kanë marrë të gjithë regjistrat dhe kartelat e ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit, aq sa kanë ngel sepse një pjesë nuk janë, dhe i kanë aktivizuar në kundërshtim me çdo ligj. Kjo e kam thënë publikisht unë, dhe unë e kam thënë të fillma zgjedhjeve. Nuk ka asnjë sekret në ajush. Ne i kemi gjërat publike. Po, dy zëvendësdrejtorë. Zoti Berisha, çfarë garancish prisni ju para zgjedhjeve për mos sënimin e integritetit të votës, ndërkohë që për të parën herë integriteti i votës është kontestuar edhe kanë shprehur shqetësim edhe kandidatë caktuar të Partisë Socialiste, pra që ka patur deformim. Edhe kandidatët caktuar të Partisë Socialiste kanë shprehur shqetësim se ka patur deformim të procesit zgjedhor. Në një garë të ngushtë ta zëm, apo në një garë ku garojnë shumë kandidat për një numër të pak të vendesh, kandidatët krijojnë dyshime se numërimi nuk u bë si duhet. Për këtë Edi Rama lëshoi një udhëzim dhe u hoqi, i kërcënoi që ata të mos kërkojnë rinumërimin, sepse i dalin lakrat në shesh. Delse Olta dijen ato lidhjet e tyre me Oltën. Dijen ato, s'po si vazhdojnë ato. Del jashtë parlamentit. Kaq, po Olta s'mund dalë jashtë parlamentit. Se ata janë një familje në aksione në shumë gjëra. Kështu që ky është urdhër, unë nuk e bëj kur një që të tillë. Cili që ka dyshimin më të vogël, shkoj të kërkoj. Kjo është e drejtë,
dohan nuk më shkoj mendja mua, ti kërkoj që mos bëj këtë ose bëj këtë. Qofse ka numrim të gabuar, të dalë që është bërë i gabuar. Qofse është i drejtë, del se është i drejtë. Po ajo kishte hallën e oltës. Me oltën, jo Gjyrametit, po është i afti të vej flakër dhe gjysmë grupit parlamentar për oltën. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Po. E mbyllim me këtë Anisa, e mbyllim me kaq më mirë.